Pastaj Jezusi përshkroi qytete e fshatra duke predikuar e duke kumtuar ungjillin e mbretërisë së hyjit, e për cilin të 12 dhe disa gra që kishin qenë shëruar nga shpirtat e dytë e sëmundjet, Maria e quajtur Magdalen, prej të cilës pa dëbuar 7 djaj, Gjonia, e shoqja e Huzës, kujdestarit të Herodit, Suzana dhe shumë të tjera që me pasuritë e veta i ndihmonin Jezusit e nxënësve. Si u tu bua turmë e madhe e popullit që erdhen nga qytete të ndryshme tek ai, Jezusi foli në shëmbëltyr. Doli mbjellësi për të qitur faren, e ndërsa po qiste faren, disa kokra tanë pranë ullës u shkelen dhe i hengën zogjet e qiellit. Disa të tjera ranë të grisht mbinë, por u thanë, sepse nuk kishte lagështinë. Disa ranë në ferra duke u rritur bashkë me to, u morën frymën. Kurse do të tjera ranë në tokë të mirë, mbinë, i lanë fryt 100 fish. Kur i tha këto fjalë, theksoi, kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Nxënësit e tij e pyetën, çka do të thotë ajo shëmbëltyr? Ai u përgjigji, ju e keni dhuratë dijen e mistereve të mbretërisë së hyjit, kurse të tjerëve u paraqitet vetëm në shëmbëltyra që të shkojnë e të mos shohin, e të dëgjojnë e të mos kuptojnë. Shtjellimi i shëmbëltyrës së vështjellësit. Ky është vështrimi i shëmbëltyrës së vështjellësit. Fara është fjala e hyjit. Ajo pranë ullës janë ata që dëgjojnë fjalën, por pastaj u vjen djalli dhe ua nxjerr nga zemra fjalën, që të mos besojnë e të mos shëlbohen. Ato në gorisht janë ata që kur e dëgjojnë fjalën e pranojnë me gëzim, por se nuk kanë rënë, por do kohë besojnë, por kur vjen koha e tundimit e lanë fenë. Ato në ferra janë ata që dëgjuan, por ende në ull u zanë frymën kujdeset toksore, pasuritë dhe kënaqësitë e jetës e nuk japin fryte të pjekura. Ato në tokë të mirë janë ata që dëgjojnë fjalën dhe ruajnë në zemër të mirë e bujare dhe japin fryt me qëndrueshmëri. Askush nuk e ndez dritsen për të vënë nën ndonjë enë ose për ta vënë nën shtrat, por e vë përmbi pishtat që ta shohin dritën ata që hyjnë. Jo, po s'ka asgjë të fshehtë që nuk do të zbulohet, as fshehtësi që nuk do të ndihet e nuk do të dalë në dritë. Prandaj keni kujdesi, dëgjoni, sepse kush ka do t'i jepet më, kurse atij që nuk ka do të merret edhe ajo pakisht që kujton se e ka. Nëna e tij dhe vëllezërit erdhën ta shohin, por s'mundën ta afroheshin tek ai prej popullit, e lajmëruan, nëna jote e vëllezërit e tu janë jashtë e dëshirojnë të shohin. Ai u përgjigji, nëna ime e vëllezërit e mi janë këta që e dëgjojnë dhe e zbatojnë fjalën e hyjit. Një ditë Jezusi e nxënësit e tij hynin në barkë. Ai u tha, të kalojmë në atë anë të liçenit.
u shqasën bregut e morën liqenin, ndërsa po lundronin atë e zoni gjumi. Ndërkaq mbi liqen u lëshua stuhi e madhe. Në bark hyn ujë e ishte në rrezik. Ata ju afruan e zgjuan dhe thanë: Mësues, u mbytëm. Ai u zgjua i u kërcënua stuhisë e valve të ujit dhe u qetësuan e ranë në fash. U tha: Ku e keni fenë? Ata të frikësuar e të mrekulluar i thoshin njëri tjetrit: Vallë, kush është ky që po e urdhëron erërve e ujit dhe ata po e bindën? Dhe kaluan në krahinën e Gergezenëve, që është kundrur Galileës. Por sa doli në tokë, i doli përpara një njeri prej qytetit që kishte në trup djaj. Ka herë nuk veshte me petka, nuk banonte në shtëpi, por ndër varreza. Kur e pa Jezusin, bërtiti të madhe, i ra ndër këmbë dhe i tha me zë të lartë: Çka ke me mua, o Jezus, biri i Hyjtejit të lartë? Po të lutem, mos më mundo, sepse Jezusi kishte urdhëruar shpirtat të ndyjt të dalë prej atij njeriu që e kishte pushtuar ka herë, edhe pse e mbanin lidhur në hekura dhe e ruanin në pranga. Ai i këpuste prangat e djallit e bënte të marrë aratin në vendet e pabanuara. Jezusi e pyeti: Si e ke emrin? Legjion, përgjigji, sepse shumë djaj i kishin hyrë në trup. Ata ju lutën të mos u urdhëronte të shkonin në ferm. Aty ishte një tufë e madhe thejsh që po kulloste në mal dhe djajt ju lutën t'u lejonte të hynë në ta. Ai u lejoi e djajt, si dolën prej njeriut, hynë në thejë. Tufa e tyre u lëshua turr prej greminës në liqen dhe u mbyt. Barinjt, kur pan se ç'ndodhi, ikën, lajmëruan në qytet e në fshatra. Njerëzit dolën të shohin ç'ndodhi. Erdhën te Jezusi dhe e gjetën te këmbët e Jezusit atë njeri prej të cilit kishin dalë djajt. Ishte veshur, kishte ndosh në mend, u hyri frika. Ata që qelluan pranë u treguan se si u shërua i djallosuri. Atëherë populli mbar i krahinës së Gergezenëve ju lut Jezusi që të largohej prej tyre, sepse e kapi frikë e madhe. Jezusi hyri në barkë dhe u kthye mbrapa. Njeriu prej të cilit dolën djajt i lutej ta marrë me vete, por Jezusi i përcolli me këto fjalë: Kthehu në shtëpinë tënde, i tha, dhe trego gjithçka çka bëri hyj për ty. Ai shkoi dhe tregoi anën mban qytetit çka bëri Jezusi për të. Kur Jezusi u kthye, popullit e priti me gëzim, sepse të gjithë e prisnin me padurim. Dhe ja, erdhi një njeri me emër Jair, që ishte kryetari i sinagogës. Ky i ra ndër këmbë Jezusit e u lut të shkojë në shtëpi të tij, sepse vajzën e dëshirit kund 12 vjeçare e kishte në fill të vdekjes. Ndërsa Jezusi po shkonte atje, populli duke u shtyrë rreth tij e ndeshë. Një grua që kishte derdhje gjaku tash 12 vjet, e që kishte shpenzuar
Tërë pasurinë e vetë ndër mjek dhe askush s'kishte mundur ta shëroj. U afrua për mrapa i apreku kindin e petkut e me njëherë i pushoi derdhja e gjakut. Jezusi e pyeti, kush më preku? E pasi të gjithë mohuan, Pietri tha, Mësues, mbar turma e popullit po shtyhet rreth teje e po ndesh. Por Jezusi vijoi, dikush më preku sepse e ndjeva një fuqi duke dalë prej meje. Kur gruaja pa se nuk po mund të mbetej e pa diktuar, duke u trillur e tërë doli para tij dhe tregoi në sy të popullit përse e kishte prekur dhe se si ishte shëruar për një mend. Jezusi tha, bija ime, feja jote të shpëtoi, shko në paqë. Ndërsa Jezusi ende po fliste që se erdhi në një prej të shtëpisë së kryetarit të sinagogës dhe i tha, vajza jote vdiq, mos u mundo me mësuesin. Jezusi kur e dëgjoi i tha, mos ki frikë, ti vetëm beso, ajo do të shpëtojë. Kur erdhi te shtëpia nuk la askën të hyj brenda përveç Pietrit, Gjonit, Jakopit, babait dhe nënës së fëmijës. Të gjithë e qanin duke vajtonin dhe e vajtonin. Jezusi u tha, mos qani, ajo nuk ka vdekur, por po fler. Ata e përqeshën sepse e dinin mirë se kishte vdekur. Ai e kapi për dorë dhe tha, o vajzë, qohu. Asaj u kthye shpirti dhe menjëherë u çua. Jezusi u urdhëroi të japin vajzës menjëherë të hajë. Prindërit e saj mbetën të mallëngjyer. Jezusi i porositi të mos i tregojnë askujt çka ndodhi.